Mira, në raste kur Elona ka nevojë për një ndërhyrje të urgjente, si vepron dhe si e zgjidh situatën? Unë ka qenë një rast kur Elona mos mur shumë, edhe ishte Elona ato kohë që bëri operacion në Turqi. Po Elona kishte shumë dhimbje, kishte shumë dridhje, edhe unë u detyrova mora ambulancën në telefon. Ju thash, ju lutem të vini, se kështu kam operuar gocën, edhe ka shumë dhimbje, ka dridhje, ata direkt më mbyllën telefonin. Përsëri i mora prap, me erdhën. Ambulancën apo urgjencën? Ambulancën, urgjencën. Jo, është ndryshe. Ambulanca. Ambulanca që vinë në shtëpi, e lagjës. Dhe i thasht, ju lutem të vini se goca ime ka bërë një ndryrje dhe ka dhimbje shumë të papara dhe ju lutem vini bëni një qetësues. Ata më mbyllën telefonin mirë dhe unë përsëri ju telefonova. Ta ja të flasim me doktoreshën se marrim dot përsipër se ka bërë ndryrje në Turqi. Aman ju lutem të se ka shumë dhimbje. Goca qante në krevat, unë qanja në telefon që duke shpjeguar atyreve. Pastaj kur erdhën mirë dhe i thash unë ju lutem, tash kur ju marr në telefon thash juve duhet të vini, tash se shifje çfarë dhimbje ka. Po jo, ne s'kemi çfarë i bëjmë, ku e ke operuar duhet të përgjigjet. Si mund të shkoj unë ku e kam operuar? Unë i bëra operacionin, po mund të vete tash për një dhimbje që të qetësohet goca për atë dhimbje që ka patur dhe të shkoj në Turqi unë, si mund të shkoj? Dhe ata erdhën, tha, është e para e fundit, tha që na lajmëron neve, tha. Me një lloj përgjigje jo të mirë. Unë kisha dhimbje se goca qante, unë kisha dhimbjet e gocës time. Kur unë atyreve ju thash, mi bëni një qetësues se goca po përcet nga dhimbjet. Ata më thanë mua, jo, tha se s'mund ta marrim neve këtë rast. Duhet të verë në Turqi. Si mund të shkojnë në Turqi për një qetësuese? Të vejnë në Turqi? Po. Dhe nuk erdhën më? Nuk më erdhën më pastaj. Nuk më erdhën më pastaj vetë je qetësonja jo me paracetamol, jo minja në telefon doktoreshën e Turqisë, ato më thoshin ma nuk prish punë, le ta vizitojnë dhe ata ty ta bëjnë një qetësuese. Lemi ma hipni në emrin e ilaçit që t'u hip një ambulancës që t'ja bënin. Ata nuk pranonin. Nuk pranonin. Kulmi, e të mërshme. Nuk e pranonin. Dhe këta e them me shpirt që nuk ma kam pranuar gocën. Në fakt, këto raste i kam hasur një lloj ego midis midis spitaleve private dhe shtetrorit që nuk marrin përsipër me që e ke bërë në privat, ose e ke bërë jashtë, nuk e marrin përsipër, sepse është ajo ego profesionale shko atje. Njerëzorja. Mua Elonës para 2 muaj dhe mi ka dhënë koka shumë dhe kam folur me doktorin turk. Normal se e pyes për rastin e Elonës edhe më kanë thënë bëj një eko një rezonancë në Tiranë, nuk prish punë dhe jam drejtuar në spitalin në Tereza, kam shkuar t'i bëj një ekon rezonancën e kokës dhe nuk ma kanë pranuar, më kanë thënë më shko bëj ati ku e ke verë. Dhe nuk ma kanë pranuar. Dhe unë nuk kam... Dhe se ke bërë akoma? Nuk e kam bërë akoma nuk e kam bërë ekon e gocës edhe duhet t'i bësh edhe dhe rezonancë për dhe të skoliozës. Dhe të skoliozës nuk ma kam bërë, nuk kemi neve me këtë rast. Sepse duhet të themi që një smundje, kur bëhet ndërhyrje, ajo duhet ndiqet pras. Po, duhet të ndiqet, po tash goca do ketë një dhimbje, unë s'mund të shkoj në Turqi, se unë se kam ekonomi. Të ketë për shembull një eko, apo një grafi, apo një rezonancë, unë s'mund të shkoj në Turqi. Shteti duhet të përgjigjet për gocën. Dhe ti je pajisur me gjithë epikrizën e vajzës. Unë jam të gjitha me dokumenta. Që mund ta shikojnë mjekët dhe të shikojnë çfarë kam dhe nuk më mbështesin. Jo, nuk, dhe është rasti të zorrës të trashtë e Elonës, mu së mur Elona në para 2 muajve dhe më doli gjak nga zora e trash, jam drejtuar në spitali në Tereza dhe ju kam thënë që Elona ka këtë lloj problem. Dhe ata e din si rastin e Elonës dhe kur më thanë mua, jo, tha, duhet të shkosh në Turqi ku e ke bërë operacionin, sa ata të kanë ndjekur. Dhe ja kam thënë doktoreshës, të lutem, më shikoni Elonën se Elona po del gjak.
dhe nuk ma shtruan Elonën në spital. Kulmi. Dhe ajo është e dhimbshme që kur nuk të pranojnë. Kur ta refuzojnë fëmin. Kur ta refuzojnë, dhe jam drejtuar, kam ikur në shtëpi, kam qarë, kam ardhur ku në telefon, dhe i kam thënë nuk prish pu, më ka thënë shpire në spital, se Elonës të ndalojnë hemoragjinë. Mua nuk ma kam pranuar. Nuk ma kam pranuar Elonën. Të mërshme.